Atëherë përshëndetje të gjithëve. Faleminderit që keni ardhur në ceremoninë e diplomimit të ministrit. Unë jam Suze Renata, koordinatore e qeverisë së zonës së aktiviteteve. Ju përshëndes në emër të stafit, i them gjithëve faleminderit që mos humbim kohë se ndoshta koha bën të vetën, shiu bën të vetën. Do t'i thuaj dal nga dal maturantat që të bëjnë paradën e tyre për këtë proces. Faleminderit. Dashur prindër, zotët dhe mësues, mirë se erdhën në mbylljen e suksesshme të 3 viteve plot emocione që ngjallën me secili për ne shkrymin e tyre. Dhe vi të gjitha këndon për jetën. Dhe të shkruajmë milionet tonë për zemër, për të gjitha të shkruajmë ndaj tyre. Për familjen tona, për mësuesit dhe stafin e shkollës. Ata që na falën dashurinë lëmundur, u ne ndërtuam ëndrat tona. Një falënderim i veçantë sot shkon për drejtuesin e këtij institucioni, ku tashmë kemi të drejtë të shohim dhe stresën tonë. E mirëpresim drejtoreshën e shkollës tonë për të thënë disa fjalë. Përshëndetje të gjithëve, të dashur prindër, mësues, maturantë të gjimnazit Isa Adem Bonetik.
Shumë faleminderit për pranimin tuaj në këtë ditë të shënuar për shkollën tonë. Teksa koha kalon, ne të gjithë vrapojmë pasaj, duke lanë gjurmë mbi të shkuarën dhe vendosur baza për të ardhmen. Vetëm pak ditë na ndajnë nga mbarimi i vitit shkollor dhe diplomimi i maturantëve, që është momenti më i veçantë, jo vetëm për nxënësit e talentuar të shkollës tonë, por edhe për prindërit dhe stafin pedagogjik. Për gjatë 3 viteve, shkolla jonë ka përmbushur me shumë sukses misionin e saj, duke edukuar e zhvilluar maturant me potencial akademik, duke formuar ato si qytetarë të përgjegjshëm me vlera europiane dhe të gatshëm për të përballur me sfidat e së ardhmes. Ne besojmë shumë tek nxënësit tanë, si për gjatë këtyre viteve kanë zhvilluar potencialet e jashtëzakonshme, duke zgjeruar njohuritë në fushën e dijes, por dhe duke përmësuar konceptet mbi bazët, duke përmësuar konceptet mbi jetën dhe zhvilluar vlerat njerëzore dhe qytetare. Shkolla jonë ka mbështetur talentet dhe ka inkurajuar zhvillimin e plotë, intelektual, shpirtëror, moral, social, emocional dhe fizik të çdo nxënësi. Unë me bindje ju them se ju sot i mbartni më së miri të gjitha këto cilësi. Ne jemi mbështetur shumë tek prindërit si shtylla më kryesore për edukimin dhe zhvillimin e nxënësve tanë. Dhe ata janë dhe do të mbeten gjithmonë pjesë e jona. Të dashur prindër, jam shumë e lumtur që ju sot jeni në këtë ditë të veçantë të fëmijëve tuaj dhe të shkollës tonë. Ju jeni mbështetja më e madhe për ne dhe sigurisht ju jeni shtysa kryesore e arritjeve të fëmijëve tuaj. Fal jush, ne kemi patur punën më të lehtë dhe fal jush ne synojmë të kthejmë shkollën tonë në qendër komunitare të vërtetë. Shumë faleminderit për mbështetjen tuaj. Të dashur mësues, ju keni përmbushur më së miri misionin e mësuesit dhe gjej rastin t'ju falenderoj për punën tuaj të kryer me plot përkushtim dhe arritje me nxënësit e kësaj shkolle. Shumë faleminderit për profesionalizmin dhe përgjegjshmërinë e treguar në formimin e brezave të ardhshëm. Të dashur maturantë, ju tashmë keni fituar këtë emër pasi jeni më të rritur, jeni më të përmësuar në dije, jeni më të pjekur, më të përgjegjshëm, më mendjehapur dhe sigurisht më të arsyeshëm mbi sfidat e jetës. Unë besoj shumë në aftësitë tuaja, ku secili nga ju ka aftësi të veçanta dhe sigurisht ju do të jepni vendit shumë të mira nëpërmjet këtyre aftësive. Ndaj e ardhmja është e juaja dhe kjo kërkon kurajo dhe vendosmëri për të ecur përpara. Për gjatë këtyre 3 viteve, ju keni demonstruar aftësi dhe cilësi të ndryshme. Do të kisha shumë dëshirë të përmendja një nga një të gjithë nxënësit tanë, por më mjafton të them se ju jeni krenaria e shkollës tonë dhe jeni matura më e mirë ndër vite. Ju do të shkoni në universitete, por mos harroni asnjëherë të shkuarën tuaj dhe mbi bazën e saj projektoni të ardhmen. Ndaj në emër të gjithë stafit të shkollës dhe trupës pedagogjike, dua t'ju uroj nga zemra shumë suksese në provime dhe shumë arritje në rrugën tuaj të ardhshme. Ju falenderoj gjithë. Duke I falendëruar për përkushtimin, gatishmërinë dhe mbështetjen e madhe, nuk do doja kurse si të lija pa përshëndetur dhe falendëruar të njëjtën kohë ata, dritat e pavenitura prej vitesh, ata që përcollën dije dhe dashuri të pastër, ata që për 3 vite me radhë nuk hezituan për asnjë çast të vetëm të ishin pranë nesh për të na rritur e për të rritur bashkë me ne. Faleminderit mësuese Marcela, Valbona, Eglatina, Vjolta, Albana, Valbona, Moza, Edlira, Mirela, Marieta, Eteme, Edlira, Dorela, Kentiana, Adriatik, Violeta, Gerta, Renata, Saide, Natasha, Elion, Jonida, Olsi, Vivi. E tani mirëpresim Amelën me këngën e saj. Shtrisa I tjel
rrugtim pa kuptuar dhe sot jemi maturat. Një rrugtim që dikur na duke shumë i gjatë, por mbaron ashtu pa kuptuar. Një rrugtim ka më të bukurit për ne që do të mbejtë gjithmonë thellë në zemrat tona. Ajo që ne krijuam me ndjes njëri tjetrit nuk ishte thjesht një shoqëri gjimnazi, por një shoqëri që shkon teje më tej. Gjetëm shumë ngjashmëri midis nesh, por njëkohësisht dhe shumë ndryshime. Mësuam shumë gjëra të reja bashkë dhe mblodhem aq shumë kujtime, saqë në qoftë se do t'i hidhnim në një libër, faqet nuk do të mjaftonin. Në vit të parë, kur gjithçka na dukej e vështirë e ndryshe nga 9-vjeçarja, dikush na ofrua dhe na dha një dorë. Na ndihmoi të përshtatemi në këtë ambient të ri e kaq ndryshe për ne. Ky person ishte Zysha jone e dashur, Zysh Marsela, e cila nga viti i parë që më sot që flasim, na qëndroi gjithmonë pranë dhe na mbështeti në çdo vendim. Fjalët nuk janë të mjaftueshme kur flasim për ty Zysha, por thjesht duam të të themi që nuk do të harrojmë kurrë. Të kërkojmë shumë ndjes kur e kemi tepruar ndonjëherë, të falenderoj pafund. Nuk është e turpshme, jo. Shumë faleminderit. Por si mund të rrim pa përmendur yjet e mi, ata me të cilët kemi kaluar kaq shumë kohë bashkë. Dje ishim të gjithë ulur në banka duke krijuar kujtime, dhe sot jemi të gjithë ulur këtu së bashku, me karrige të njëjta, por secili me një të ardhmë ndryshe, me një rrugë të re. Urimet më të sinqerta shkojnë për Ajselën, e vetja nxënëse që fletore në shënimeve e kishte më të rregull se fletore në shkencë. Jepja Marcelës. Faleminderit. Për të veçantin Alex, që shkollën e donte aq shumë, por fatkeqësisht ai sot nuk ndodhet pranë nesh, ne e duam shumë dhe përshëndesim shumë. Për Aleksandrën, vajzën harame të klasës. Faleminderit. Për Alesian, infermierën e ardhshmes. Për Almën, simpatike. Për Armandin, kur orët të mësimit kaloni duke parë ndeshje. Për Artean, të bukurën e shkollës, që na futet stresin e provimeve një muaj para. Për Borën, të urtën e klasës. Për Prisildën, që ditë anglisht më mirë se ta shqip. Për Danielin, inteligentin e klasës sonë. Për Denisën, vajzën e ndjeshme që flet troqe pa filtra. Për Dorianën, kimiste. Për Eldën, Kaçuresa. Për Elfidën, vajza e cila çdo mësimi nuk printe as të mësohet ka komplimentuar për pamjen. Për Elvinin, shokun më të mirë. Do ndërhyj pak, ju lutem duar trokitjen se këta e ka ditën e tyre sot, ju lutem. Kushdo që del. Për Fionën që zëri nuk ka dëgjuar asnjëherë. Për Gledisja, kushon e klasës.
Kamilën, vajzën e ndrojtur. Për Kejtin, çurin më të mirë. Për Kejtin, I cili më shumë pëlqen te vitet e dyta se sa klasa. Për Leonora, shoqën më të mirë. Për Kleonin, I cili nuk arriti kur të vitë në orët e para. Për Latifen, fitore në klasës. Për Mikvalin, djalin shembull. Për Melisa Kazën, që bënte detyrat e të gjitha. Për Milenën, Moston Qarsen. Për Regjinën, vajzën e tjeshme të shkollës sonë. Për Sarën, që e piti gjithmona, kishe detyra apo jo? Për Selinën, që sot nuk e kapën asnjëherë duke kopjuar. Tani duan që tuar tropinjen shumë fort për klasën të Vietnam. Për Juritën, vajzën e sjellshëm të klasës sonë. Okej, Toni. Kemi dhe Melisa Alvoren, zënësën. Hajde Zysha, afro Zysha. Po gjithmonë për provime. Sot aventuras, este me E tani në mirënjohje për të gjithë zënësit që në këto 3 vite u dalluan në fusha të ndryshme, drejtoresha e shkollës do të jap disa diploma. Ftojmë drejtoreshën. Jepet nxënëses Melisa Albora për suksesin e arritur në rezultatet e larta në mësim. Jepet nxënësit Antea Gjoka për suksesin e arritur në veprimtaritë shkollore me motivin Piktura më e bukur. Antea! Jepet nxënësit Haxhi Deta për suksesin e arritur në veprimtaritë shkollore me motivin Piktura më e bukur. Jepet nxënësit Artea Kragoj për suksesin e arritur në veprimtaritë artistike shkollore. Ju urojmë suksese. Jepet nxënësit Leonora Kullaku për suksesin e arritur në veprimtaritë artistike shkollore. Ju urojmë suksese. E tani mirëpresim klasën 12B me Antea Gjoka. Mirë se keni ardhur dhe faleminderit pjesëmarrjen tuaj në këtë ceremoni që përmbledh 3 vitet e papërshkrueshme të gjimnazit tonë. Koha ka fluturuar dhe këtë ditë që na duket aq larg, erdhi aq shpejt sa nuk mund ta besojmë. Sot është një ditë e veçantë për ne, sepse ne kemi arritur në një pikë të rëndësishme të jetës tonë. Në këtë vit, në vit të parë nxënës të pavjentuar të udhëtuar dhe sot maturantë emocionuar e me plot kujtime. Gjatë këtyre 3 viteve ne kemi mësuar jo vetëm lëndë mësimore, por edhe si të mendojmë kritikisht e si të bashkëpunojmë me njëri tjetrin. Kemi zhvilluar vlera dhe aftësi që do të na ndihmojnë të rritemi të përgjegjshëm dhe të suksesshëm në karrierën dhe jetën tonë të ardhshme. Kemi ndërtuar miqësi të palëkundshme dhe kemi kaluar momente të paharrueshme së bashku. Vitet e gjimnazit do të mbetin gjithmonë në memorien tonë, si vitet më të bukura dhe do të ndërtojmë gjithmonë me nostalgji. Karikuse brenda në çantë. Këto 3 vite nuk do të kishim kuptim pa atë të cilën na ka dhënë përkrahje dhe motivim gjatë gjithë kësaj kohe. Ajo e cila na përqafonte para çdo provimi dhe na jepte kuraje për të shpalosur në urrit tona. Ajo e cila me përkushtimin dhe me durimin e saj na ka mësuar shumë më shumë se sa vetëm fizik.
Faleminderit për çdo këshill, për çdo kritik, për çdo moment të bukur, për çdo dituri, për çdo batutë që na ka shtruar jetën me buzëqeshjen që na ka dhënë. Do të mbeten të paharrueshme të gjitha momentet, qofshin ato të bukura apo edhe ato më delikate. Ditët tona të gjimnazit pa dyshim lidhen me emrin tënd, prandaj të ngjinesh gjithmonë në zemrën tonë. Të duam shumë Zush Valbona. Duke ecur përpara, kujtojmë të gjitha momentet që kemi kaluar së bashku. Sot qëndrojmë të gjithë këtu, me ëndra dhe shpresa për një të ardhme të ndritur. Ju jam falenderuese të gjithëve ju për kujtimet e bukura, duke filluar nga Anife Muça, vajza që radon të qëndron të qeshur në çdo situatë në klasë. Arlin Minja, fjalë më fjalë pak i klasës për më pozitivi. Aurela Muça, bukuroshja që na falte pak nga pasqyrësi të gjithëve. Priscilla Lazari, bjondja më e bukur e klasës që vinte gjithmonë me energji. Ergi Kostici, djali që inteligjencën e tij nuk e përdorte vetëm për shkollë. Eri Shehi, ai që shprehim vetëm sot s'kam librin, kaloi gjithë vitin. Eriola Kordina, që i përkushtohet mësimeve në maksimum për ndonjëherë të pronë kundërhyr. Fiona Dinga, e qetë për në provim merr të 10. Ismina Haka, vajza pozitive që nuk e prish muhabet në njëri. Jorita Beçaku, bukuroshja që nuk e nis mësimit pa një B52 në bankë. Katerina Muka, nisi shkollës që komplimentat i ka në majtë të gjuhës. Klajdi Haka, në mësim nuk erdhe, por sot ke ardhur. Lady Almeta, që më në fund do të jetoj lumtur në botën e këtij telefonit pa e bezdisur në ri. Lerisa Shinjetari, kimia lëndë e vështirë dhe që zbërthehet. Në vekoset Lerisa, atomi në katër fundet kthehet. Lerisa Lisja Shera, kur do rishtë rjohë në momentin që duhet dhe të mos në momentin që s'duhet. Ledio Avdo, gjuha në programimit e ditë, po gjuhën të mos folën në kur. Lili Rezi, kundavecja e klasës që zihej me të gjithë për kalla. Luis Selami, cili ban shëndrim gjithmonë dhe mësuesve si kur ta kemë për borgjë. Lule Elpedia, vajza më e qetë që nuk sprish tërësinë e saj. Mario Terezio, që gjithmonë i bën mësuesve llogarinë e portretit dhe që futet në klasë me një të veçantë. Meki Hasrama, e bukura e klasës në anglishtën perfekte. Meki Sulemani, vajza që edhe pse e vogël zemrën e ka të madhe. Melaize Koçi, gjithmonë e gatshme të qesh në mësim, por pastaj qanë pushet mungesat. Melisa Luka, ta bën 8 në 2 në meriton, por është shumë e mirë si shoqe. Nuria Beposhi, vajza që asnjëherë nuk përgjigj në mësim, por merr të 9 në test. Rania Sulaj, vajzë pozitive dhe gjithmonë e qiltër. Samuel Shehi, djali që gjithmonë i mban shoqet e klasës në muhabet. Cindy Koni, vajza më e ëmbël dhe më delikate e klasës. Jessica Koni, kaçurisja për të delur që i zbut zemrës të gjitha zjushave. Raja Dervishi, vajzë që të si të saj të bukur. Dhe në fund të këtij fjalimi, dua t'i jap parimet e mia më të sinqerta të gjithëve. Faleminderit. E tani radhën e klap, 12 C. Të krijuan e kujtimet që u ndërtuan do të mbeten gjithmonë pjesë e pandashme e zemrave tona. Mbyllja e këtij kapitulli është një ëmbël të i hidhur njëkohësisht. Pasi njëra derë mbyllet dhe një tjetër hapet drejt një të ardhmje plot me mundësi të reja. E ëmbël e bukur e mirë. Kush mund t'i përfaqësonte më bukur këto epitete përveç se zyshës son Ekla, ajo e cila qëndroi me orë të tëra me ne, që na kritikoi dhe mësoi, ajo e cila vinte gjithnjë me një buzëqeshje në fytyrë, edhe nëse gjërat në jetën e saj nuk ecnin siç duhej. Ajo buzëqeshte dhe na jepte kurajo në këtë udhtim të gjatë dhe të shkurtër njëkohësisht. Prandaj të gjitha falënderimet do takojnë ty Zusha jon. Faleminderit që me buzëqeshjet dhe këshillat e tua e bëre gjithçka më të lehtë. Të kërkoj falje për çdo moment që e kemi tepruar. Nuk do të harrojmë kurrë. Urimet më të sinqerta shkojnë për yjet e të 12 C. Për Alisën, nxënësen të cilën e njohëm një vit, por krijuam të njëjtën shoqëri që kishim me të tjerët për 3 vite. Për Amartën,
Nxënësën e qenë të urtë të klasës. Për Arionen, nxënësën tek e cila shkonin të diskutonin përgjigjet e provimeve. Për Anduenën, nxënësen të cilën e shihe gjithnjë të buzëqeshur. Për Anisën, s'do ta harrojmë kurrë qeshin tënde epike. Për Dorelën, nis buzëqeshjen e klasës. Ai çka të sistema që kësa kapës? Për Enertën, të ndrojturën e klasës që skuqej me një herë dhe në momentin që i përmendi vetëm emrin. Për Eriolën, nxënësja e cila nuk e tregoi asnjëherë sekretin e flokëve të saj të gjatë. Për Estrelën, nxënësen që mezi priste të mbaronte ora e fundit. Për Fabionin, djalin qërqesh edhe nëse situata është serioze. Për Fatimen, vajza që pak papu të ishte në të njëjtën klasë me ne, dhe pse ishte një vit më e vogël. Për Flogertën, vajzën e ndrojtur dhe miqësore. Për Islamin, pozitivitetin e klasës. Për Imendën, nxënësja pozitive e cila nuk mungonte në asnjë aktivitet që bëni me klasën. Për Ismailin, nxënësi i cili e kishte gjithnjë ditën e premte tërës. Për Klajtin, djalin e urtë i cili nuk kundërshtonte asnjë. Për Kleo, Mila Qanga shkolla, 2 Kinjus Kilimepa. Për Klevisin, nxënësi që gjithnjë kishte internet. Për Manjolën, vajzën e urtë të klasës. Për Mariglenën, vajza e cila vinte gjithnjë shoqëri nga vend të parë. Për Për Melisën, nxënësen e ëmbël dhe të ndjeshme të klasës. Valentina, sa më afër. Për Megin, piktoren e klasës. Për Orgesën, gjumashën e klasës. Për Pandorën, kaqëresën e klasës. Për Rovenën, vajzën më të sjellshme të klasës. Për Gjensilën, vajza e cila ishte e rregullt në dorëzimin e projekteve në kohë. Suksese të gjithë të klasa, do të më mungoni, ju dua. Tani Alisa Durishti me poezinë e saj, e pas saj 12 AD. Përshëndetje të gjithëve. Unë jam Alesja dhe kam posaçërisht për të gjithë ju një poezi dedikuar periudhës më të bukur mendoj unë. Ju uroj shumë suksese maturantëve dhe nuk dua të zgjatëm shumë, por thjesht dua ta mbyll parantezën time duke ju thënë që ky nuk është një mbarim, por një fillim i një rrugtimi shumë të gjatë karriere. Ju uroj shumë suksese të gjithëve. A mund ta kthejmë kohën pas? Të sheshim e të shajmë të gjithë bashkë. Të gjitha në këtë të njëjtën klasë. Muret e kësaj shkolle sa shumë do na mungojnë. Tek ne ata kanë parë çdo dimension.
fjalët e mësuesve në trurin tonë do sundojnë, sepse ato kalojnë të shenurit vetëm një leksion. Kohën dua shumë të ndaloj, nuk dua të them lam të mirë. Këto vite edhe një herë të ripërjetoj. Në këtë shkollë nuk dua të vim si mysafir. Kujtimet po bërtasin brenda nesh. Mendja na fikon lumturi e nostalgji. Kur mendoj për ne, shpirti më shesh. Por është momenti të largohemi tani. Atëherë të kërë të ndjetën të, edhe mësuese Vjoca. Vjoca Kasa. Fillimisht doja të nisja me një falënderim për të gjithë sofranishmet këtu sot së bashku me ne, për të festuar një ditë kaq të rëndësishme dhe të shumëpritur për ne si maturant, prindër, nxënës dhe mësues. Sa shpejt kaluan 3 vite gjimnazi, të them që këto 3 vite për ne kanë qenë 3 intensive, sfiduese dhe pa diskutim të bukura. Që nga shtatori e 2021-shit të ulur në bankat të shkollës dhe deri sot së bashku për ta përmbullur në cikël, jo të lehtë për të dhënë publikime, sa të bukura, aq të vështira. Sot, jemi sërish së bashku, base për të fundit herë kaq të grumbulluar me një pori emocionesh, duke kujtuar momentet e shumta që i dhuruan njëri tjetrit në këto 3 vite. Kemi qenë një fakt për të shumë të numër, kemi qenë klasa e konkurruese, projekteve unike, duke shkëlqyer shpesh dhe për të shkollës. Klasa e pjesëmarrjes të përtrajnime dhe aktivitete, duke dhënë maksimumin tonë, shpeshherë të klasa e debateve dhe diskutimeve të shumta. Shpirti i festës në ekskursione, mbase jo kaq të mirë të përfitim orare, dhe me rregullore, por si të qoftë kemi justifikuar veten se po rriteshim. Dhe sot qëndrojmë pra njëri tjetrin me titullin maturant, për herë të fundit, ashtu si në shtator të 2021 që nisi diçka, dhe sot në 2024 që për të dhënë këtë rrugtime. Një pjesë e rëndësishme e rrugëtimit tonë për 3 vitesh ishte dhe zusha jonë, kujdestare, Vjoca Kasa, sigurisht që i ka bërë kujtimet tona të gjimnazit më domethënëse për ne. I kërkojmë ndjesë për çdo gabim që kemi bërë dhe për çdo herë që e kemi mërzitur apo e kemi bërë të krejzërit, varse energjia adoleshencës ta rëmbente në pak fare. I kërkojmë ndjesë dhe për ato leje dhe shumta që i merrnim apo vonesa në orare. Faleminderit shumë për kohën që na kushtove, sepse ti shpeshherë ke bërë më shumë se sa thjesht detyrën e një mësuesi për ne. S'kemi se si të harrojmë ato momente që na qëndroje pranë atij çaste kur ne hiç kishim nevojë ose ato herë që shqetësoshe për shëndetin tonë. Kur ishim të murë. Prandaj sot të falenderojmë nga zemra të gjatë. Nuk e bëm dot gjimnazin tonë vetëm, por ti ishe një pjesë shumë e rëndësishme për ne. Do mbetesh aty në çdo kujtim që ne do marrim me vete. Të duam shumë. Tani është momenti për të thirrur për herë të fundit emrat sipas regjistrit. Alma, vajza që provokonte nervat e gjithë klasës me përthypjen e çumçakizit. Kur të vi funa tek provimi i gjuhës nuk ishte fare frikë. Pyesnim Aurora Dofun. Anisa Cuku, vajza që mbështjelte rregullore dhe mësimi ishte oksigjen për jetën. Për Blen Flami, ky vit ishte i trepi i vërtetit. Vitan Stafa, djali që i ka dedikuar poezit çdo zyshe për t'i ngritur notën. Eta, vajza që rezatonte mirësi edhe kur ishte me nerva. Elisa Presa, mësuesja e ardhshme. Eliza Loka, vajza që mbështjell inteligjencën e shkencave të natyrës. Presa Buraj, Katëvelsja. Sa për vjenit, Gresa ndryshon të personalitet sa herë që drejton të flokët. Irjet Ola, the Venus Girl, me çantën e saj të make-upit me vete. Haxhi Doda ishte ndërherë një përfil nga mësuesit dhe gjeniu në pikturë, duar art.
Bravo, Gjike! Urme Pisari, modelja me security nga çdo anë. Jonut Sheo, inxhinieri mekanik i ardhshëm. Kassandra Hoxha, vajzat dhe gozat e gjimnazit filluan të prenin balluke dhe të lyenin flokët e kuqe. Jo të do problema të ketë në zgjidhje, për ato të matematikës të sigur që krejt gardit dhe agente për fundimin. Ja Lushe, Miss Fotogenia, or e sekond vetëm fotot e video bëndë. Shikon si po jemi të shikon. Media Hoxha, ja keni dëgjuar zërin ju se në 3 vite asnjëherë. Levis Kodra, ja edhi më shëmbullor me sjellje. Kume Gjika, vajza me strip, ishte çorapet më të bukura në shkollë. Bravo Kume! Leonard Denezi, djali që si përmuan kur argumentat e tij, madje fitues në shumë konkurse të debate. Luis Kurti front për shpresa, u bole pista një si punë aeroport. Luciana Shekaj, ja kemi në Rodonit për borën, piti rruga jo në Rodonit. Marieta Kasa, Rapunzeli, në version brunë. Elion Kamberi, dali që se konkuroj asnjëri në gjatësi. Regina Manojko, emri që bën bash shembulli nga Kristina Kurkuaj. Samantha Merja, vajza me ukët, duke kërkuar kur se si zgjyshin syzet më dashur. Për Samantha Boldan, vajzën me eset më të zhvilluara në gjuhën angleze. Sara Kolla, 0 sheqer, 0 kalori. Mia dhe ti. Sea Luka, vajzat më pozitive të klasës. Selma Sheli, që e kam këtu, vajza që të përset në kur timin e saj në qëto situatë. Dhe i fundit, ëmbëlsira, Wendy Chaka, nuk përjeton të asnjëherë shpresën e shkollës. Atëherë, trajtimi në të fundit pa dyshim ke asyko, vajza në shkatësi në projekte. Kemi arruar Leo që ta nuk të patura në zifrën të api lekën. Kemi pasur shumë zonës që kanë spikatur në aktivitete ndryshme artistike, sportive, poezinë, ese, në pikturë. Stafi i gjimnazit dhe drejtoria e shkollës ka përgatitur disa sertifikata për nxënësit. Atëherë unë do t'i pras me radhë Regina Maloku për aktivitetet jashtëkollore. Anisa Cuku për aktivitetet dhe projektet shkollore dhe organizimin e aktiviteteve jashtëkollore. Ata që dëgjojnë emrin do të marrin sertifikatat.
Selena Plaku, ndryshon gjerësimin për certifikat kurje në mrekullueshme të vargjeve, ese dhe poezi. Eliza Loka, ndryshon gjerësimin për krijimin dhe ndërhurjen në mrekullueshëm të vargjeve, në ese dhe poezi. Ersiana Koriku, për krijimin dhe ndërhurjen në mrekullueshme të vargjeve, ese poezi. Melisa Ismaili, për krijimin dhe ndërhurjen në mrekullueshme të vargjeve, ese dhe poezi. Daniel Musallari, për suksesin e arritur në veprimtaritë shkollore me motivin arritje në fushën e teknologjisë dhe informacionit. Ariola Mollaj, për suksesin e arritur me rezultate të larta mësime. Elvin Zaja, për suksesin e arritur në veprimtarinë shkollore me motivim arritje në fushën e teknologjisë dhe informacionit. Silvi Prako, për suksesin e arritur në projekte shkollore dhe organizimin e aktiviteteve jashtëshkollore. Esmeralda Biba, për suksesin e arritur në veprimtaritë sportive shkollore. Esmeralda. Melisa Tamiu, suksesin e arritur në veprimtaritë sportive shkollore. Islam Qinani, për suksesin e arritur në veprimtaritë sportive shkollore. Islam. Cleo Floku, për suksesin e arritur në veprimtaritë sportive shkollore. Midvard Karaj, për suksesin e arritur në rezultate të larta mësimit. Faleminderit të gjithëve, unë po u them faleminderit në emër të shkollës, keni qenë gjatë gjithë kohës të gatshëm për çdo aktivitet artistik, sportiv, projekte, ju falenderoj nga zemra, jo vetëm unë, po të gjithë mësuesit. Keni qenë një shembull për të ndjekur. Faleminderit. Momenti që kemi pritur me padurim këto 3 vite. Pas viteve të rënda të punës së palodhur dhe përkushtimit të madh, sot ne po diplomohemi. Gjë që dëshmon arritjet tona. Erdhëm në vitin e parë si një luftë trofë, e kjo sigurisht na kushtoi pak, por jeni të sigurt që po largohemi më të rritur, më të fortë se kur dhe më shumë me ëndra për të realizuar. Kjo është merita e gjithë secilit për ju që jeni sot këtu dhe për këtë ndihemi pafundësisht falënderues. Suksesi ynë është meritë e juaja si mësues dhe prindër dhe e jona si nxënës. Por çfarë janë nxënësit të mësuesit në tyre? Mësuesja është ajo që i bën nxënësit të shëndrim. Por ju mësuesja jonë keni qenë më tepër, si Albana. Ju keni qenë shoqja jonë për gjatë këtyre 3 viteve. Me ty kemi qeshur, kemi simpatuar, kemi biseduar dhe për çdo problem ti gjithnjë e ke një zgjidhje. Mësuesja jonë, ti je ylli që shkëlqen klasën tonë çdo ditë. Drita që ti ke lëshuar mbi ne, na bëri të gjetim forcën për të vazhduar përpara, pa u lodhur dhe gjithmonë të motivuar. Fal punës tuaj të palodhur, ne kemi mësuar përgjegjësinë, bashkëpunimin, durimin dhe respektin. Sot kemi lënë pas ato mure të shkollës dhe po përgatitemi të nisim një rrugëtim të ri. Por ju do të jeni gjithmonë pjesë e rëndësishme e kësaj historie të jetës sonë. Ne do t'ju mbajmë mend me një respekt dhe mirënjohje të thellë. Ju duam shumë. Si mund të harrojmë dhe nxënësit më të mirë që ka pasur këto 3 vite. Asnjëri nga ne nuk do ta kalonte këtë rrugëtim i vetëm. Ne kemi qenë bashkë, kemi qenë një ekip dhe një familje. Sot ne marrim jo vetëm një diplom, por edhe kujtime të pashlyera dhe miqësi të forta. Nuk ka dyshim që rrugët tona do të ndahen në të ardhmen, por jam e sigurt që këto kujtime do na shoqërojnë përgjithmonë. Faleminderit që keni qenë pjesë e këtij rrugëtimi. Pa humbur kohë, vazhdojmë dhe me nxënësit e klasës së 12, me nxënësin e parë, Aurora Duka, që ndryshe njihet ne si vajza më e qetë dhe e urtë e klasës.
Ora Breti, e preferuara e mësuesve. Eleonora Cani, ëmbëlsira e klasës që kur nuk arritë të qëndronte serioze në një situatë. Erdi Hajdari, çapkëni i klasës që arritë të kalonte klasat dhe që nuk e priste vendjen për asgjë. Erisej Topicari, me qëtësinë e tij ka dëshmuar që çdo gjë është e mundur. Avali, vajza çapkëne që nuk ndali kur të bëri foto. Jurgen Picari, djalin më besnik i klasës. Lady Mucha, ndryshe një dhe si gjeniu i kompjuterave. Ledion Mucha, arriti të vinë mësuesi që i kishte bërë me vërtet detyrat, por i kishte haruar në shtëpi. Mario Mucha, djali që do të mbahet mend nga të gjithë për të qeshurën e tij epike. Marcela Mucha, vajza që la mbresat e mësuesit për mësuesinë e saj. Melissa Kërteci, ekskluzivisht gazetare më e mirë e klasës. Melissa Ismaili, nderi i klasës, ajo që të gjithë mbanin shpresa për të kopjuar në provime. Melissa Mucha, vajza më cute dhe gjithashtu një Rapunzel me flok kap. Renesio Sulaj, nuk pyet ata mësues sepse ai është drejtori i vetë. Rigers Flora, më i madhi në vend, më në fund do të ketë nevojë të prish zhyrin e tij për të ardhur në shkollë. Silvia Brako, pozitivja e klasës që na përfaqësoi më së miri këto 3 vite. Soni Murati, vajza më energjike e cila theu rekord me vonesa. Juana Qeti, ajo që ju kur nuk e dite se sa fani është, sepse këtu nder ju takon vetëm motrave të saj. Do doja të bëni një foto gjithë nxënësit vinë për foto bashkë me stafin dhe cili nga prindri mund vitë për foto dhe të vinë me stafin dhe me nxënësit. Jeni të ftuar gjithë. Atëherë fillojmë numërimin prapë. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Shumë faleminderit gjithëve, prindër, nxënës, mësues, suksese, Ne vazhdo foto. edhe inshallah, çfarë të doj zemra, shkolla që do zemra e meritoni. Faleminderit shumë. Vazhdo,